Pas rreshjeve të shumta që pati në jugun e Shqipërisë, sot përmes pikës kufitare të Vërmicës u nisën 15 kamion me ushqim për bagati, ushqim për njerëz dhe ndihma të tjera që janë mbledhur nga biznesmenët kosovar për të dhuruar familjeve në zonat e përmbytura në jug të Shqipërisë. Ndihmat janë nisur për në Vlorë dhe destinimi është bërë pikërisht në qytetin e Vlorës e me pastaj të shpërndarë në vendet ku duhet. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi, si iniciuesi i kësaj nisme, tha se këto ndihma janë për familjet e prekura nga përmbytjet. Donacione këto të dhëna nga kompanitë private kosovare me qëllimi është të ndihmojnë familjet në fjalë. Janë gjithsej 15 kamion të tonazheve të ndryshme që i shikoni. Janë të drejtuar gjithë në jug të Shqipërisë. Qendra do të jetë Vlora, ku do të bëhet dhe shpërndarja e këtyre ndihmave. Ka bazë ushqimore për blegtorinë, ka ushqime për popullatën dhe mendojmë që këtë thirrje që biznesi bëri domosdoshmë për të ndihmuar vëllezërit e tyre në Shqipëri ishte tepër efikase. Sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, vlera monetare e këtyre ndihmave arrin mbi 200.000 euro në total dhe janë mbi 300 ton ndihma të ndryshme që do të jenë për të përmbyturit dhe banorët kryesisht në Vlorë dhe në jug të Shqipërisë. Kemi mobilizuar gjitha bizneset e Kosovës dhe sot janë duke shku më shumë se 300 ton produkte të ndryshme që kapin vlerën më shumë se 200.000 euro. Kjo është një ndihmë fillestare, një ndihmë simbolike, por duhet t'i falenderojmë gjitha bizneset të cilat janë përgjigjur kësaj ftese të shtetit shqiptar dhe sot ne kemi takim edhe me kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, për të inkuraju edhe bizneset e tjera nga Shqipëria për të ndihmuar këtyre njerëzve që kanë nevojë. Kamionet me ndihmë janë shoqëruar deri në pikën kufitare të Morin nga vetë ambasadori Mingjozi dhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ndërkohë që autokolona është shoqëruar nga drejtues të shtabit të emergjencave dhe policisë. Në dogana këta kamion nuk janë ndaluar as për një çast, ndërkohë që në ndihmë për familjet e prekur nga vërshimet e ujrave doli edhe oda ekonomike amerikane me veprim në Kosovë. Kurse njësoj ndihmat e shumta dhe gjatë përmbytjeve në Shkodër pa të ndërguar Kosova dhe me këtë rast edhe Bashkia Islame në Prizren. Kurse ndihmat e atëshme të pjesëtarëve të FSK-s u vlerësuan lart, njësoj sikur se tani që po vlerësohet si një akt i ndërgjegjshëm për vëllezërit shqiptar. Me rastin e ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar KFOR-it turk, saktësisht ekipi bashkëpunimit civilo-ushtarak, sot këtë kategoritë e personave kanë ndihmuar me karroca ku stafi i këtij ekipi të Cimikut derisa ja dhuruan drejtoreshës së kësaj shoqate Egzona Hoxha, i thanë se këto nuk janë ndihmat e para e as nuk do të jenë ndihmat e fundit për këtë shoqatë dhe për këta persona. Burada Kosovalı kardeşlerimizin sosyal yaşamını kolaylaştırıcı, daha onları sosyal yaşama kolay ve aktif bir şekilde katılmalarını sağlayıcı. Aktivitetet e këtilla janë konceptuar në trajtimin e tyre si të barabartë me të gjithë të tjerë dhe personat me aftësi të kufizuar që të ndihen njësoj. Derisa menaxherja e shoqatës Egzona Hoxha me këtë rast ka falendëruar KFOR-in turk për ndihmat e sotme të cilat vijnë pikërisht në shënimin e ditës ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuar. Dhe po kështu ajo ka shpjeguar se një kontingjent me ndihma e ka pranuar edhe të shtunën nga një donator nga Zvicra. Dhe kjo dhuratë ose këto pajisje ndihmëse që i kemi pranuar për këtë ditë është një gjë shumë e mirë që na ka ndodhur për arsye se numri i personave me aftësi të kufizuar që kërkojnë ose që kanë nevojë për pajisje ndihmëse, qytetin e Prizrenit është shumë i madh. Realisht ne kemi një listë pritjes goxha të gjatë ku besoj që këto pajisje ndihmëse që sot na kanë ardhur do të ndikojnë ose do e zvoglojnë. Me sa kam informacion paraprakisht se t'i bin KFOR-i turk këto, bëhet fjalë për mbi 15 pajisje ndihmëse, ku ne edhe paraprakisht ditën e shtunë kemi pranuar edhe disa pajisje ndihmëse të tjera nga një donator nga Zvicra, ku fatmirësisht që periudhë kemi arritë të kemi një numër goxha të mirë të pajisjeve ndihmëse në qendrën tonë, të cilat ditëve në vazhdim do t'i shpërndajmë për të gjithë ata që ka nevojë. Kurse njëri nga përfituesit e një karroce për të birin e vet Tom Sokoli ka falendëruar shoqatën si dhe shtetin e Turqisë për këto ndihma. Falenderoj Hendikosin edhe shtetin e Turqisë që na ndihmon me këto mjete për lehtësimin e jetës aty në cilët kanë nevojë.
Shumë familjarë sot janë gëzuar këtyre ndihmave sepse këto mjete u lehtësojnë jetën familjarëve të tyre që këta dhe nevojat e tjera me këto mjete mund të kryejnë më lehtë dhe lëvizjen mund ta bëjnë më të mirë. Në Prizren, kendo që ta pyesësh tashmë si adresë e vizitës e një familje skamnore të japin familjen e plakut Recep Tanaj, i cili tashmë ka mbushur plot 84 vite dhe jeton i vetmuar. Edhe pse sot moti ishte i mirë, mot me diell përsëri ai ishte krusur dhe më shumë. Ai tani e 16 vite bën jetën e tmerrshme në varfëri të skajshme në lokalet e ish konviktit në komunën e Prizrenit që ende njihet si banim kolektiv. Atje ku jetojnë mbi 10 familje secila me hallet e tyre dhe problemet siç thon ata vetë sa një det. Të 16 vjet. Me kënd jeton? Vetën. Plakën e kom pa, plakën ka dhek. Që e di muj. Çfarë kushte po jeton këtu? Pa kushta, të hi bërë në të drugë të morë buka. Kom një pension, po kam më bëmë gja, 75 evra. Të toj kom. Të ndime s'kom për kërku ishë. Unë një dhomë më kom, edhe atë kemi të plasë thërë në thonë, po unë kom kalu pësh kom mund. Ai për televizionin Besa ka theksuar se tashmë është i njohur se për prizrenasit kur duan të prishin ndonjë shtratë sjellin këtu, e pastaj unë e prish dhe me ato pak dru siguroj për dimër. Ndërka që ai kishte ankesë se komuna e Prizrenit deri më tani nuk ka arritur ta ndihmoj as me një kaçi dhe dru. Kështu ka potencuar për televizionin Besa plaku Recep Tanaj. Jo. 1 krona që 16 vjet, 1 krona s'ma ka pru komune mund që dhe. 1 krona, a shkon krona. Me dhe ka uqë, me qepë, a për shetë rrasës ka uqë i kom prish, i kom bëjt dhe dru për dime. Për mua, për që stop, si e për mua. Vetë, hoqë vetë, që vetë, dash më hanë me pi, që vetë. S'kom një me për kërkuj. Që se penzioni që në të marë, që ata kom. Na i shoqat, na i ndihmë. Jo. Pesa ndonjëherë jo. Jo. Ma mundë më gjithë banimin. Ma mirë banimin. Hele këtyre bëdha vetë, që ku jenë të jetu që 16 vjetë, ma shko se s'ka. Unë në moshën 84 vjeçare me zjarri të jem gjallë e me frym, e tani e 16 vite jetoj kështu pa ndihmë në askujt. Besoj se dikujt do t'i bie nërmend të shtrit dorën ndihmës për këtë familje, gjithsesi për plakun 84 vjeçar Recep.